Nga janari 2026, një sistemi bonus-malus që rrit çmimet për shoferët me aksidente dhe ul për ata pa dëme. Rregulloria e re për sigurimin e detyrueshëm të automjeteve do të fillojë të zbatohet plotësisht nga 1 janari 2026, sqaron autoriteti mbikëqyrjes financiare. Për vitin 2026, sigurimi i makinës nuk do të kushtojë më njësoj për të gjithë, pasi të gjithë drejtuesit që kanë historik negativ me aksidentet do të paguajnë më shumë sigurim vitin e ardhshëm, thot Mimoza Kaçi, drejtuesja e autoritetit të mbikëqyrjes. Është një hap shumë i rëndësishëm në radhë të parë për të ndryshuar perceptimin e qytetarëve që duhet të tregojnë kujdes kur drejtojnë mjetin, të jenë të kujdesshëm, sepse që nga fillimi i vitit 2026 do të hyjë në zbatim dhe bonusi dhe malusi. Sipas rregullores, në përllogaritjen e primit të sigurimit, përveç historikut të aksidenteve do të merret në konsiderat edhe fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperienca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi i mjetit nga një subjekt apo nga një individ, qarku i regjistrimit të mjetit si dhe vjetërsia e makinës. Moshat e reja, eksperienca e pakt apo makina e vjetër konsiderojnë të gjitha riskje që shtrenjtojnë siguracionin. Në sistemin bonus-malus, drejtuesit pa aksidente do të përfitojnë bonus, pra ulje të çmimit të sigurimit, ndërsa ata që kanë shkaktuar dëme do të penalizohen me malus ose rritje të tarifës. Sipas AMF-s, rreth 3.8% e drejtuesve të mjeteve në vend pritet të penalizohen për shkak të historikut të dëmeve. Ndërkohë aksidentet e ndodhura përpara vitit 2025 nuk do të merren në konsiderat, pasi sistemi i ri fillon zbatimin nga e para. Kjo synon të nxjisë drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes më të madh në qarkullim dhe të reduktojnë numrin e dëmeve të raportuara. Gjithashtu do të lejohet lëshimi i patentave profesionale të kategorisë C për drejtues 18 vjeçar. Rregulloria e re parashikon edhe futjen e standardeve të reja të trajnimit dhe testimit për marrjen e patentës, si dhe kontrollin mjekësor të detyrueshëm para dhënies së saj.